Si e gjykoni faktin që kreu i SPAK Altin Dumani, por edhe njerëz të tjerë të sistemit të drejtësisë raportojnë tek ambasada amerikane mbi atë çfarë ndodh në sistemin e ri drejtësisë, por edhe në raportet e politikës me sistemin gjyqësor apo në luftën që është duke bërë SPAK-u kundrejt krimit organizuar dhe korrupsionit? Zoti Dumani, më duket se nuk i ka thënë dikush që nuk është ministër edhe kryeministër, ai është funksionar i drejtësisë, që do të thotë ai llogaridhën e jep vetëm në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë dhe tek asnjë institucion evropian dhe ndërkombëtar nuk ka jo vetëm detyrim, por nuk ka të drejtë të shprehet. Pra i ndalohet dhe e drejta e shprehjes tek institucionet që nuk kanë sovranitet shqiptar. I vetmi institucion që zoti Dumani dhe të tjerë të duhet patjetër të japin llogaridhënie dhe të raportojnë quhet Kuvendi i Republikës së Shqipërisë, aty ku qytetarët shqiptar kanë dhënë sovranitetin e tyre. Që do të thotë, gjithë këto takime për mendimin tim janë një tradhti kombëtare, janë një spionazh, janë gjëra të cilët nuk janë për funksionar publik, thjesht janë për njerëz të cilët kërkojnë të shfaqen në mënyra të ndryshme, pa kuptim, pa asnjë arsye juridike tek ambasadat të cilët kanë qëllime të tjera të cilët janë për interesat e vendeve të tyre, nuk janë për interesat e vendit ton. Nuk besoj se ekziston ndonjë ambasadë të punojnë për interesat tona, pra të një vendi tjetër. Këto funksionar normalisht në rast se do të vihet një drejtësi konkrete në këtë vend, normalisht duhet të ndiqen penalisht për raportim të sekreteve shtetërore të vendeve tuaja. Ndërkohë SPAK-u ka bërë të ditur një operacion që ka zhvilluar me mbështetjen e Eurojust dhe në bashkëpunim me autoritetet italiane, ku është goditur një rrjet i trafikut ndërkombëtar të drogës dhe ku janë vendosur në pranga biznesmen, avokat, por edhe 2 punonjës policie. Ju si lexoni këtë operacion të SPAK-ut? Të paktën 2 lodhje madhe, 2 lodhje madhe, grupi fuqishëm. Po, 2 bëri të ditur prokurori Vladimir Mara, kështu që i 2 të fuqishëm, grup kriminal, më i fuqishëm në Shqipëri, sa ai ka kampionin që mat sa të fuqishëm janë edhe ka edhe grupet e tjera që konkurrojnë dhe janë matur të gjithë ata në treg sa shumë fuqi kanë. Çfarë them, këto janë deklaratat e paimagjinueshme. Nuk kam parë ndonjëherë në vendet europiane të dalë prokuror dhe të bëj deklarate dhe të mbledhi mbrapa vetes policët e shtetet huaja, të bëj show mediatik, kapëm këtë, arrestuam këtë, degenerojnë emrat personash, ore le ta kanë bërë, po puna është mos i degeneroni kështu njerëzit më vlla. Çfarë janë këto gjëra? Vjen tani me antimafia italiane, vinë këta thënë nuk e bërëm ne tani sepse nuk e menduam dhe nuk e gjykuam kështu, ose kur vjen momenti thënë po mirë pse nuk e bë para zgjedhjeve edhe bën tani, thënë jo na kërkuan këta tuajt. Çfarë ndikohesh ti nga tuajt edhe na merr avokatin për ndikim të palishëm, ku ky tjetër ty të ndikon drejt për së drejti që ka një sovranitet tjetër dhe s'është sovraniteti joni. Pra do të thotë to janë lojra. Të më arrestosh ti mua, të më vendosësh 52 veta. Në Tiranë ishte një urdhër arrest 12 veta, u arrestuan 6, ato të tjerët kanë ikur. Më fal tani, operacion quhet ky apo dështim? Apo më mirë, më falni, pacienti vdiq, dështoi operacioni. Çfarë janë këto gjëra? E vetmja gjë që ne na bën që të jemi krenar është vetëm kjo, që Shqipëria do shumë punë akoma dhe normalisht kemi shpresë për të ndryshuar gjithçka në Shqipëri, akoma dhe SPAK-u në aspektin e punës vet. Por ama këto operacione janë të paimagjinueshme. Del për statistikë që të ketë në 2026 të raportoj për 2025 në parlament. Çfarë janë këto arrestime? Gjetëm 2 policë sepse ato të tjerë që janë pjesë çfarë janë, nuk ka policë të tjerë. S'ka funksionarë të lartë të policisë. Pas kemi një avokat, e ke kap avokatin për ndikim të palishëm dhe nuk na thua te kush person ka ndikuar të palishëm, te prokurori, te gjyqtari, merri edhe ata brenda. Ka korruptuar avokati, po, kemi pasivin, kemi aktivin, merr edhe pasivin futën burg. Mos më merr mua të dy vetëm njërin thjesht më tregosh si një model, gjetëm edhe një avokat
rrugë e morëm e futëm brenda se na duhet për statistikë. Këto gjëra janë shumë të rrezikshme. Njerëzit i shikojnë, kënaqen me arrestimet, vdesin për këto gjëra, por ju duhet të dini një të vërtetë. E vërteta është kjo, burgaxhit e vërtet janë jashtë burgjeve. Ata të cilët kapen janë ushtarët dhe viktimat. Ata të cilët nuk kanë bukë, familjarët e tyre ne i shikojmë. Ne jemi avokat, unë jam avokat, ka dhe avokatë të tjerë dhe din shumë mirë. Ata që kapen për drogë nuk kapen të vërtetët, kapen ato të cilët i kapi fati në ato momente dhe arrestohen. Po bukën edhe gjërat ja çojnë familjarët, nuk ja çojnë bandat. Dhe në rast se kjo është një bandë e fuqishme që quhet, normalisht kjo u përça, do shkojë të bashkohet me bandë tjetër apo do të bëhet përsëri bandë e fortë, sepse është e fuqishme, kështu thanë. Pra do të thotë çfarë bërën? Bërën diçka, një show, çfarë të heqin vëmendjen e njerëzve të 83 mandate, të heqin vëmendjen e njerëzve tek zgjedhjet, vjedhjet dhe të japin tek njerëzit të kuptojnë që ne jemi këtu dhe normalisht ka një shpresë në fund të tunelit, që nuk ekziston, që këto zgjedhjet do të bëjnë patjetër një dështim në të ardhmen të kësaj qeverie, sepse ne do të arrestojmë. Zotëri, nesër shko arrestoj një politikan të Partisë Socialiste. Partia Socialiste po ka mundësi të shkon edhe 94 mandate. Pse 94? Se do të votoj parcelat e Tufinës dhe Sharrës në Tiranë dhe ku ekzistojnë parcela dhe Tufina dhe parcela mos them të vdekurish, do votoj në zgjedhjet e ardhshme. Prandaj çdo gjë që bëhet në këtë vend nuk bëhet ashtu siç duhet dhe bëhet gjithmonë mbrapsht. Pse? Që të gëzohen disa individ dhe thënë punon, funksionon spaku, se po bën nami, po bën hatan, po i arreston gjithë. Po mirë, do më thuash ti mua, njerëzit që arrestohen në Shqipëri dhe pasi arrestohen dhe mbaron afati para burgimit dhe nuk gjen prova, i ka kërkuar dikush nga spaku falje publike se janë arrestuar, degeneruar emri i tyre dhe normalisht atyre nuk i është gjetur asgjë dhe në fund fare nuk kanë thënë një falje publike për këto arrestime. Po jo, nuk them falje sepse faturën e pagojmë ne, qytetarët shqiptarë, sepse ai tjetër shkon edhe ankohet dhe thotë më keni marrë në burg kot. Prandaj këto operacione janë operacione thjesht statistikore, nuk sjellin asnjë rezultat konkret sepse krimi nuk është ai krimi që themi ne. E kalove maunën tani, po, prit se po të vëzhgojmë. Kaloj edhe maunën tjetër sepse duhet ta kap si provë. Jo, nuk e kalove kësaj radhe kaq, kaloj maunën e dytë sepse duhet 3-ën dhe 4-ën 5 me radhë dhe pastaj kur të bindem unë që ti ke kaluar kaq ton në mënyrë ndërkombëtare, atëherë unë do të them tani çuna erdhi momenti t'ju ndaloj. Fal, kjo quhet tallje, nuk quhet aksion. A fshihen politikan pas këtij rrjeti të trafikut të drogës, të cilët SPAK nuk i ka goditur, duke qenë se një aktivitet i tillë kriminal nuk mund të bëhet pa mbështetjen e politikanëve dhe zyrtarëve të shtetit? Shiko, zyrtarë të shtetit po. Tani janë politikanë apo jo? Se unë për politikanët shqiptar kam një mendim tjetër. Politikanë janë në mëngjes dhe biznesmen darke, këtë s'ma heq asnjëri mua nga media. Janë të përzierë. Po tani të jenë të përfshirë në drogë dhe në këto raste, çfarë të them tani, kam rezervat e mia. Po zyrtar të lartë në edhe politikan përfshi, po zyrtar të lartë të shtetit shqiptar edhe mund të jenë, pse mos të jenë, se ato derisa po marrin një rrogë Varfanjaku, normalisht investojnë më shumë për të mbi pasuruar. Varfanjaku me thënza, jo se është e vërtet kjo gjë. Por gjithsesi, edhe një shtesë të parave nuk është keq për disa individ të cilët investojnë për të mbi pasuruar në kurrizë të qytetarëve të tjerë.